Besoj si çdo lojë është e rëndësishme si çdo tjera, edhe normal ne kemi momentalisht një seri shumë të mirë me Zvicën që hopëm, lojën e parë për ndryshe gjithat kemi fitu, ja kemi marrë një pikë, por ashtu na edhe lojën kundër Zvicrës vllai maksimumin, himin maksimum, edhe himin për me lujt me fitue për 3 pikë, se na lojën e fundit shkrojtëm histori, po na dojmë edhe nashta edhe me pikë me shkruaj histori, me arrit maksimumin e pikave, edhe që thash më herët na shkojmë për 3 pikë. Besoj si Leon edhe unë e kemi marrë vendimin para një kohë, e kemi marrë vendimin për Kosovën, edhe që shkom thonë edhe më herët, na kemi vendosur me njerëz më të afërsh, me ata e kemi biseduar për vendimin tonë, edhe në fund çka thojnë tjerët, e kanë ata menimin e tina, janë menimet e tyre, por që unë jam në rregull që ka thonë Graniti, ajo është menimi tina, që kemi thonë ose që thamë unë gjithë, respekt nga tina, nga karriera tina, edhe veç suksese. Besoj si cili lojtar ka pas vendimin ose menimin e vet për çka u kanë për Kosovën ose kundër Kosovës, ata që kanë ose kanë marrë vendimin për Kosovën, na i bashkojmë ata që se kanë marrë vendimin për Kosovën, unë ju uroj gjithë veç suksesin, shëndetën edhe veç të mirat.